Më lejoni që edhe njerë nga thellësia e shpirtit të shpreh dhimbjen dhe keqardhjen më të thellë për familjet e viktimave të kësaj tragjedie. Humbja jetëve të pafajshme është plagë që nuk mbillet kurrë. Por ajo që është më e rëndë është padrejtësia. Nga se shprehem se ky gjykim nuk synon të ta nxjerrë në pat të vërtetën, për të gjetur të vërtetën e kësaj tragjedie. As fajtorët, as të kësaj tragjedie. Të zbuloj arsyet e zjarrit. Pse ndodhi zjarri? As kush ishin përgjegjësit për ndërtimin e një objekti që u do të siletat. Si dhe nuk shqirtoj se kush lejoj që jeta e njerëzve të vihet në rrezik. Jo. Ky gjykim u kthie në një gjyqëti faj ndaj atyre që nuk kanë pasur as fuqinë, as përgjegjësinë për këtë tragjedi. Mua më akuzuan për mungesë të aparateve për zjarr, a në fakt unë në thelb kam qenë kundër këtij objekti. Më kanë refuzuar edhe kam refuzuar ta pranoj këtë objekti. Ja shihni këtu poshtë, kam dëshirë ta shihni ku nuk jam e nënshkruar. Edhe dokumente të tjera shihni këtu që kam. Këtë din edhe prokuroria, e din edhe gjyqi, e din këtë distancat edhe nuk e kam pranuar. Edhe në përmbledhje kam cek, edhe ekziston dokumenti, nuk e mur parasysh. Edhe pse dëshmitarët konfirmuan që ka pasur aparate, edhe ne gjatë procedurës arritëm të dëshmojmë se ka pasur aparate. Edhe pse të gjithë e pam ne se në si tana, sa atë zjarr nuk do të ndalte asnjë aparat dore. Kjo nuk është drejtësi. Kjo është mangje e vërteta. Unë nuk kërkoj mëshirë. Unë kërkoj drejtësi për viktimat dhe për veten time. Kërkoj që të zbulohet e vërteta. Familjarët e viktimave nuk e meritojnë një shpjegim sipërfaqësor dhe një fajtor të rrem siç ndodhi sot. Ato meritojnë të dinë të vërtetën dhe për këtë të vërtetë do të flas gjithmonë edhe nuk do të dalëm. Faleminderit. Kjo obżalowata? Kjo obżalowata li? Kjo obżalowata li? Da.